Teknologjia ka shënuar avancim në të gjithë globin e po ashtu edhe në vendin tonë. 23 shtatori njihet në botë si dita e teknologjisë në arsim. Dr. Agon Koka, profesor në teknologjinë informative në edukim, pohon se teknologjia është e pakshmangshme në kohën e digitalizimit që jemi duke jetuar. Teknologjia do të thonë është armënia, edhe pse me zhvillimin e teknologjisë shumë gjëra jehona të ndryshme kanë ndodhen. Me zhvillimin e teknologjisë rritet numri i njerëzve të papunë. Kjo është shembull konkret prej State Departmentit, statistika. Këtu shembull tjetër konkret, këto statistika tregojnë se me zhvillimin e teknologjisë rritet kërkesa e vendeve të punëve në IT. Kënë kupton me ajo motoja që personat të cilët mirë me electronics, me teknologjinë, këtë fushën teknologjisë, në kupton duhet të jenë më shumë se sa të relaksuar. Ai tutje shton se edhe në vendin tonë, pavarësisht rrethonave, avancimi i teknologjisë në sistemin arsimor është i pashmangshëm. Arsimi jonë në kupton, sidomos në zhvillimin e aspekteve të teknologjisë, në kupton që gjërat elementare të programimit, frymarrja mirëfiltësisht e programimit, njohurisë e teknologjisë duhet futet sa më shumë në shkolla fillore, sepse kjo ka ndodhur në shtetet në zhvillim, siç është Japonia, Finlanda, të cilët janë shembull konkret për arsimimin kolosal dhe jehon në arsimim. Kjo nuk kupton se shumë shpejt kjo do të futet në shkollat tona. Gjithashtu po flas edhe si profesor me të cilën e marr etikun në edukim, teknologjia apo në kuptimin e teknologjisë në kupton se forma logjikshme mësimdhënie, që është çalohet në learn by doing në teknologji. Jo vetëm mësimdhënie tjetër, po learn by doing në teknologji është forma më e hatashme e teknologjisë në arsim. Sipas profesorit Koka, avancimi teknologjik në botë është i domosdoshëm në shumë fusha, jo vetëm në arsim. Jemi interesuar një ditë ta marrë edhe një ligjat për ChatGPT, siç është faktikisht është formë që është pjesë e inteligjencës artificiale që i predikon informacione me të cilin informacion, me të cilin data që ka pas. Kështu që teknologjia jo vetëm është në reformim më sipër, po është nuk ka të ndalen. Ndërsa studentët dhe profesorët e teknologjisë duhet të pranojnë ndryshimet sipas standardeve të kohës dhe të njëjtit të zbatojnë ato, thot profesori Koka.